ne si grup parlamentar në parim jemi për ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që të ratifikohet me votë madje edhe në Kuvend të Republikës nga deputetët, por besoj që duhet ta marrim kohën e nevojshme që t'i bëjmë këto rregullime, të cilat mendoj që është shumë e rëndësishme që të bëhen. Edhe unë fillimisht kisha propozuar që sot ne të krijojmë një grup punues në cilin do të kemi deputet përfaqësues gjitha subjekteve politike, edhe ta trajtojmë me urgjencë këtë çështje, pra le të japim afat vetës atë sa ne mendojmë që është e nevojshme, bile të paktën gjatë kësaj jave, sepse e di që gjatë kësaj jave ka komisione parlamentare, ka komisione ad hoc e intervistime për aplikime për anëtar të bordeve, më thonë ka angazhim shumë për gjithë deputetët në përgjithësi, por le ta marrim kohën e duhur që gjatë kësaj jave si grup punues të punojmë në përmirësimin e këtyre elementeve që unë po konsideroj që janë problematike, edhe javën që vjen, ndoshta mund ta lëm takimin e komisionit të hënën, ky grup punues t'i propozoj rekomandimet, raportin me rekomandime në komision, dhe të njëjtin ta procedojmë për shqyrtim në seancën e javës që vjen. Pra, me që të hënën po besoj do të ketë mbledhje të kryesisë së Kuvendit, ne mund ta përfundojmë mbledhjen e komisionit edhe raportin me rekomandimet t'ja paraqesim kryetares së Kuvendit për ta përfshirë kuadër trendit të ditës. Së pari, mendoj që kjo është çështje që ka në komision, por jemi vonuar shumë, sepse marrëdhëniet ndërkombëtare dhe sidomos marrëveshjet ndërkombëtare kërkojnë një trajtim shumë të veçantë dhe shumë specifik. Duke pas parasysh brishtinë e shtetit tonë dhe duke pas parasysh që jemi shtet ende që si kemi përmbyll të gjitha çështjet dhe të gjitha konfliktet, marrëveshjet ndërkombëtare janë çështje që do duhet të trajtohen me prioritet absolut. Dhe sipas rregullave, normal që nuk guzon të ndërmirët asnjë veprim para se të ratifikohet kjo marrëveshje në Parlament të Kosovës. Dhe duke pas parasysh që shpejtësinë e veprimeve dhe gjendjen çfarë është, sepse prej kësaj marrëveshje, dhe pse se ka ardhur marrëveshja, thotë gjendja në botë që është komplikuar. Dhe realisht kemi një situatë që ka qenë e paparë deri tash. Ky komision, ky kuvend dhe ky shtet duhet me i trajtu në mënyrë absolute me prioritet këtë çështje. Dhe çfarë ka ndodhur është kompetencat e dakordona kryetare me ju që domosdoshmë qeveria duhet të jetë pjesë e kësaj, sepse nuk mund të dërgohen forcat ushtarake të Kosovës në mision jashtë vendit pa miratimin e qeverisë, se kanë implikime financiare. Është vërtet që anëtarësimi në bardh s'kërkon ndonjë implikim financiar, po dërgimi i forcave domosdoshmë që i kërkon. Pastaj ka edhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me atë, janë vendime ose ligje që paraprakisht se ne nuk kemi një përvojë të tillë deri tash, dhe është një vend ku është konflikt, ku është një vend që realisht konflikti ende vazhdon. Dhe po them me këto ngjarjet e fundit, çfarë ka ndodhur në atë region, veçanë liku janë komplikuar. Dhe kjo është një vërejtje shumë serioze që ne se kemi trajtuar më herët këtë çështje. Dhe për qeverinë njëkohësisht, vërejtje shumë serioze që nuk e ka thënë opinionit e saj për këtë çështje. Ne e dimë çfarë kanë qenë ato raportet me institucioneve të Kosovës, prej dashurisë të madhe, pastaj kanë kaluar në përplasje shumë të mëdha, mirë po çështjet shtetërore dhe sidomos këto marrëveshje do duhet të jenë jashtë atyre konflikteve dhe jashtë atyre çështjeve që ata i kanë, ose i kanë pas dhe mund t'i kenë të ardhmen. Normal që propozuesi i këtij bordi është një shtet që historikisht e ka ndihmuar Kosovën dhe shqiptarët. Edhe pa diskutim, përkundër të gjithave, aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pjesë e asaj aleance, çfarë ka përjetuar ky popull dhe çfarë benefite ka pas ky popull dhe çfarë të mira i ka sjell, është e padiskutueshme. Duke u bazuar në këtë, duke u bazuar që ne vetë si popull ende i kemi të hapura plagët e luftës. Dhe ende jemi duke i riparuar ato plagë. Duke pasur që sot e kemi një seancë shumë të veçantë për pasojat që ka prodhuar ajo luftë. Normal që ne duhet jemi domosdoshmë brenda kësaj marrëveshje
Dhe domosdoshmë duhet jemi mbështetës të atyre proceseve, projekteve, ideve që mund të ndikojnë në të mirë dhe për të mirë kudo në botë. Kjo është ajo që është brendësia, normal që e thatë ju kryetare se keni tash një përvojë në krye të komisioni, këto janë marrëveshje që nuk mund preken, se janë marrëveshje që kanë bënë vetëm me Kosovën. Janë marrëveshje që janë kyçur, janë propozuar dhe do të kyçen edhe shumë shtete tjera. Po ne çfarë mund të bëjmë, mund ta kalojmë ato si procedurë që është e domosdoshme si komision, pastaj si parlament dhe brenda ligjit ne mund të japim ide, po mendoj që shpejtësia e veprimit për shkak ngecjes që kanë ndodhur deri tash duhet jetë shumë e shpejtë dhe ne duhet sa më shpejt ta përcjellim në seancë plenare duke bërë ftesë për me miratu. Normal do të jem pjesë e diskutimit më vonë, po thash vetë sa për startit. Sa për informat, pjesa e bordit të paqes është aspekti politik, ndërsa aspekti ushtarak përfshihet tek marrëveshja për forcën stabilizuese. Edhe unë me sa e di, nëse nuk jam gabim, Komisioni i Mbrojtjes do ta trajtoj sot në komision dhe do ta procedoj tutje për në seancë. Besoj që gjatë kësaj jave do të votohet në seancë në kuvent, edhe tu e pas parasysh rëndësinë e kësaj marrëveshje, pra e këtij bashkëpunimi direkt Kosovës me forcën amerikane. Mendoj që është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj jave marrëveshja për ISAF-in do trajtohet në kuvent, edhe mund vjen shumë mirë që Kosova për 2 javë rresht, pra edhe gjatë kësaj jave me ISAF-in edhe një javën tjetër potencialisht me kalimin e marrëveshjes për bordin e paqes, do ta dëshmoj edhe një herë tjetër që ne jemi aleat të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të njëjtën kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë ndër aleatët më të mëdhenj dhe kryesor të Republikës së Kosovës, prandaj faleminderit për kontributin tuaj. Dhe unë e pajtona me kolegun, deputetin, që ndoshta është dashur me u sjell kjo marrëveshje më herët në këtë komision, me pas të procedohet me procedurat e përshpejtuara në seancën plenare, sepse ne po shohim se plot marrëveshje bile edhe projekt ligje të zakonshme janë fut në rend dite me procedurat e përshpejtuara duke u shmangur rendit të ditës, ndërsa një marrëveshje me 4 nene është dashur edhe qeveria tash ta ketë opinionin e vet, ketë edhe një opinion ligjor, po nuk e di që ka në një të keqe këtu. Kjo vetë që e forcon subjektivitetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe jemi pjesëmarrëse në një forum ku ka plot vende që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ne jemi të barabartë aty në këtë forum. Ne kemi deklaruar që jemi për, edhe po ashtu po kërkojmë që me shumë shpejt të mbledhet ky komision që po bëhet brenda komisionit tonë, një grup punus, ta trajtoj, po edhe me urgjencë kërkohet nga qeveria se nuk e di çfarë opinioni ka me dhënë ku është një projekt ligj me 4 nene. Atëherë nuk do mend dhe secili prej nesh e kemi rëndësisht ose etikisht rëndësishme aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shoqëri shtet por ose institucione dhe kjo nuk do mend dhe nuk duhet në asnjë mënyrë të vëhet në diskutim. Sigurisht unë kam qenë kujdesshëm çdo herë për ta lexuar përveç marrëveshjes bazë, e cila është e obligueshme për Republikën e Kosovës dhe duhet thënë që në rendin tonë juridik një pjesë e marrëveshjeve ndërkombëtare, të cilat nënshkruhen nga shefi i shtetit, nga kryeministri dhe nga ministri i punëve të jashtme, nuk kanë nevojë për ratifikim, por kjo hyn në kategorinë e marrëveshjeve ndërkombëtare, e cila nuk është vetë ekzekutueshme dhe për cilën duhet një ligj i veçantë që nxirret nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Kështu që në këtë rast kam qenë shumë i kujdesshëm ta trajtoj këtë nën i cili thash e krijon ekzekutimin e marrëveshjes ndërkombëtare, e cila është nënshkruar nga Presidenti i Republikës Kosovës, pavarësisht që ligji duket i shkurt, duket krejtësisht ndoshta vetë si një akt i cili e ekzekuton marrëveshjen ndërkombëtare dhe nuk duhet me u konsideru si pas fuqisë drejtës ndërkombëtare, si pas drejtës zakonore ndërkombëtare, si një model i cili e ndjek vetëm një ekzekutim të një kryegjeje, të një çështje madhore, në këtë rast marrëveshjes për bordin e paqes. Kam parasysh që paragrafi 2 neni 2
është krejtësisht një tekst i përgjithshëm, i cili do duhej, prapë edhe njerë për potencoj që ne nuk e ndryshojmë marrëveshjen kryesore. Në rregull, unë erdha me vonesë, kërkoj ndjes. Po tash edhe jam jo s'po përsëritem duke kërkuar krejtësisht mirëkuptim për shkak se erdha me vonesë dhe tash kjo është hyn në fushën time të profesionit. Duke qenë studius për profesor i drejtës ndërkombëtare, më lejoni që veç ta jap një qëndrim krejtësisht parimor profesional, sepse kjo fjali do duhej me u ritrajtu, edhe njerë nuk e ndryshon kur gjë, vetëm duket që formulimi gjuhësor, semantik edhe qëllimi i tij që lidhet me implementimin e marrëveshjes kryesore do duhej të ndryshohej, sepse nuk ka nevojë ligji mi përsërit disa fjalë të cilat janë thonë marrëveshjen kryesore, po ligji duhet të tregojë, të jetë shumë i qartë dhe shumë specifik për lidhje me mënyrën cilat detyrimet i ka Republika e Kosovës. Dhe cilat detyrime i merr Republika e Kosovës në trajtim me implementimin e kësaj marrëveshje nuk i thekson ky nen. Formulimin e paragrafit 2, kështu që mendoj që ne duhet të jemi shumë më të qartë, më specifik, në mënyrë që kjo marrëveshje ndërkombëtare e një rëndësie shumë të madhe të implementohet. Ju falenderoj shumë. Me që arë fillin prillet ligji këto, a keni spjegim, a ka spjegim pse qeveria nuk ka dhënë mendim deri sot, sepse kjo është akt i kryer. Presidenti ka bë formalizimin, ka bë veprimin konkret. Ne çka është prit ndërkohë për shkak zhvillimit politik është më ardhur në procedurë të rregullt, për 2 javë ditë qeveria mos më dhënë mendim që ndrem. Me ligji nuk është lehtë. Me pas qenë para antarësimit në këtë organizatë me ftesë, na kishim humbur mundësinë sepse këto procedura është sikur me zgjedhjen e nënës e babës kanë herë. Mendimi ka qenë jo i lehtë, por është urgjent shpejt me vepru edhe ka bë mirë që presidenti ka reagu edhe ka marrë pjesë dhe ka formalizu pjesëmarrjen tonë. Po tani mbulimi i antarësimit me legjislacion duhet ta përcjellim, sepse na një mundësi për operacione faqësore të FSK-s kemi humb. Kemi humb, se kemi pas marrëdhënie të kufizuara, kemi rrimi kry obligimet e tona dhe ai mision është shumë, kemi humb mundësinë e një gjenerate të kadetëve me u shkollu, për shkak krejtën e zhvillimeve dhe tash nuk bën që humbemi, tash po alianca jonë është e madhe, e pakthyeshme, e pathyeshme, por kjo nuk do të thonë që është e qëndrueshme, sepse mbaret sa ajna do neve. Ju përshëni reagimin ndaj gjitha zhvillimeve, ka herë do të pas kujdes, nuk është e mjaftueshme sa dojmë na dikon. Është shumë reale sot se sa ai ose ata do të na duan në këtë bord edhe në këtë operacion faqësor. Nesër. Dhe vetëm para disa viteve ne kemi qenë vend që jemi shpëtuar nga operacionet faqësore dhe kontributi jonë në ato operacione faqësore kur bota është ndame nuk është i lehtë. Bota është ndame nuk është e lehtë, por përkushtimi edhe angazhimi jonë me shku është i pakthyeshëm, kështu që kisha lutë që edhe këto pak ditë që kanë me lertonëm me që tash u bën një farë avatizimi qeveria me dhonë vlerësim, sepse nuk është vlerësimi e vetë formal, se s'ka kërgjo politike këtë me mshep. I bërë një mbulesë formale më shumë. Nëse marrë dhe një share, më t'lutna. Nëse kuptova se Shqipja përpërani rolin e komisionit në këtë legjë. Kena një legjë me 3 nene, që dhe qëllimi grupit punus. 3 nene e cila mbulon këtë angazhim. Edhe e dyta, ne e dim që ka pas dallime mes kryeministrit edhe ish presidentes këtë çështje. Ju kisha lutë mos nuk ka të bëj kjo. Tash unë e kuptoj që ndoshta edhe është tendenca me u bë të duket kështu në opinion. Kjo nuk ka të bëj as pak me asgjë që ne potencialisht mund ta diskutojmë sot këtu në kuptimin e kësaj që po e thoni ju, e që mund ta thonë të tjerë nga opozita. Marrëveshja ndërkombëtare është procedurë në kuvent, sponzori i kësaj marrëveshje është ish presidenti i Republikës Kosovës, dhe askush nuk po e mohon këtë fakt. Pra, ajo ka nënshkruar, ka konfirmuar pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e paqes.
jemi në rregull deri te kjo pjesë, jemi në rregull me marrëveshjen që na është dërguar në kuvent, dhe mos nisemi prej asaj që ne duhet ta trajtojmë projekt ligjin vetëm nëse ai është voluminoz dhe nëse i pas ka 4 nene, s'kemi punë aty. Unë mendoj që madje shumë ma problematik mund të jetë një projekt ligj me kaq pak përmbajtje, sesa një projekt ligj i cili mund të ketë disa nene të caktuara. Pra, i ka vetëm 4 nene, por ama e kuptoni që është vetëm një paragraf, do me thënës në këtë projekt ligjin me 4 nene që mund themi ka ndoshta 10 fjali në total nëse e marrim edhe analizojmë si të tillë. Por çajo, fjalia e nenit 2 paragrafi 2, është problematike me vazhdu me mbetësi e tillë në projekt ligj pa u përmirësu. Sepse neve na duhet... Ka probleme ligji. Unë mendoj që në formulim ka probleme, unë mendoj që duhet me qenë ma precize formulimi. Ka probleme në formulim, po bëjmë grupë punus me punu. Po pikërisht këtë e thash unë qysh në fillim të fjalës sime. Unë e thash këtë dhe besoj që e përsërita disa herë. Po ndoshta nuk më keni dëgju, po unë e përsërita disa herë që neni 2 paragrafi 2 i projekt ligjit kërkon intervenim, nëse mund ta quajmë kështu prej anës tonë si deputet, në mënyrë që me qenë pak ma precize, sepse neve na duhet me ditë cilën qeverisje po e rivendosim aty, nëse i keni përpara projekt ligjin mund ta shihni, dhe për cilat konflikte në botë po flasim, sepse aktualisht ka shumë konflikte aktive në botë, edhe është shumë i gjerë spektri i konflikteve nëse nalimi dhe mendojmë ku kanë me dërgu FSK-ja misionet e veta ndërkombëtare. Kështu që pikërisht kjo është arsyeja, të mos ngutemi, e të mos shkaktojmë telashe, të cilat mund të na sjellin pasoja më pastaj nëse ne sot themi shka se është një projekt ligj me 4 nene, s'kemi çka intervenojmë aty. Jo, është një fjali. Mjafton kjo fjali me mbet e tillë dhe mjafton vetëm një fjali në projekt ligj me qenë problematike me cilë probleme në të ardhmen. Kështu që le ta evitojmë këtë nëse mund ta quajmë problem, po konsideroj që është problem, është thjesht riformulim, në mënyrë që me pas pak ma shumë saktësi dhe precizitet në atë që ne e themi me anë të projekt ligjit. Kjo që unë e kërkova qysh në fillim të kësaj mbledhje edhe po vazhdoj ta përsëris dhe tani dhe po mendoj që gjetëm dakordim që po e formojmë grupin punues dhe ditëve në vijim, nesër, pas nesër, po mos largu gjatë kësaj jave duhet ulemi dhe të punojmë në mënyrë që ta procedojmë tutje për në seancën e radhës së kuvendit. Nëse nuk kemi diçka tjetër, për këtë pikë, po. Tendenca e zotit Haziri që të duket se ka një mos kuptim ose një përçarje ose mënyra e komunikimit juaj, jo dyshimet e juaja, po japin ashtu një dozë dyshimi, sikur që kjo marrëveshje po kundërshtohet ose nuk është në pajtim, nuk jemi në pajtim me gjithë këtë. Nuk e di për cilat dilema po flisni, por përderisa që është këtu jemi grup punu. Kur thashon që jena këtë bota shtetet demokratike, sepse na pojina njera kur që Ungaria është atare. Ungaria deri djeshme. Pakistani, puna me krasu procedurat e tona me Pakistani, këtë regullna i vlerësojmë, si se shtetet ka regullat e veta procedurën e vetë. Zgjedhja nuk atë mes nënës e babës, këtë ka situatë, këtë përgjytën e fëmijë. Po problemi është këto që na e dim që ka edhe pak dilema edhe pak telashe. Nuk ka dilema, por derisa është në komision ka ardhur kjo. Jo. Po mirë, ama po do këtë tendenca juaj që doni me ngrit pak si çështje polemike ose problematike. Nuk kemi dallime, ne po themi se jemi dakord edhe do të miratohet kjo marrëveshje, por punën tonë si kuvend, si komision duhet ta kryejmë ashtu si duhet. Dhe ky projekt ligj që është e ne ka nevojë për ndërhyrje. Dhe këtë po e kërkojmë, asgjë tjetër më shumë. Fakti që s'ka asnjë dallim edhe asnjë problem është fakti që secili prej nesh sot këtu po pajtohemi që duhet me punu në projekt ligj dhe si rezultat i kësaj po i bashkohemi një grupi punus i cili ka me bu këtë punë gjatë kësaj jave. Kështu që besoj që këtu po e tregojmë që nuk kemi asgjë kundër as marrëveshjes ndërkombëtare dhe as fakti që kjo do të mbështetet me votë në kuvend, vetëm se e kemi prap një të përbashkët që po identifikojmë që ka nevojë të intervenohet në përmbajtjen e projekt ligjit.
Unë po ju falenderoj që tregut gatishmërinë për qenë pjesë e grupit punues, me që duhet ta përmbushim si procedurë, po e hedh në votimin e grupit punues. Kush është për? Do të thënë, po mbetet që të gjithë apo jo? Grupi punues pra miratohet me 7 vota të deputetëve prezent, një zëri, edhe grupi punues pra do të kryesohet nga unë, si kryetare e komisionit, dhe do të jetë përfaqësues në këtë grup punues nga opozita, deputeti Enver Hoxha dhe po ashtu deputeti Barim Shabani, por në këtë grup punues mund të marrë pjesë secili prej deputetëve që dëshiron të kontriboj. Ju do të njoftoheni për kohën kur ne do të vendosim të mbajmë takimet dhe po e lëm që të hënën pra të paraqesim raportin me rekomandime para komisionit dhe të njëjtin raport ta procedojmë tutje për seancë. Nëse nuk kemi diçka tek pika të ndryshme, unë po ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë mbledhje të komisionit dhe shihemi në takimin tonë të radhës të hënën. Faleminderit. Unë po ju falenderoj që tregut gatishmërinë për qenë pjesë e grupit punues, me që duhet ta përmbushim si procedurë, po e hedh në votimin e grupit punues. Kush është për? Do të thënë, po mbetet që të gjithë apo jo? Grupi punues pra miratohet me 7 vota të deputetëve prezent, një zëri, edhe grupi punues pra do të kryesohet nga unë, si kryetare e komisionit, dhe do të jetë përfaqësues në këtë grup punues nga opozita, deputeti Enver Hoxha dhe po ashtu deputeti Barim Shabani, por në këtë grup punues mund të marrë pjesë secili prej deputetëve që dëshiron të kontriboj. Ju do të njoftoheni për kohën kur ne do të vendosim të mbajmë takimet dhe po e lëm që të hënën pra të paraqesim raportin me rekomandime para komisionit dhe të njëjtin raport ta procedojmë tutje për seancë. Nëse nuk kemi diçka tek pika të ndryshme, unë po ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë mbledhje të komisionit dhe shihemi në takimin tonë të radhës të hënën. Faleminderit.